që nga mesnata 3 hidrocentralet e kaskadës Lumit Drin kanë rritur shkarkimet e detyruara për të mbrojtur digat nga dëmtimet. Vetëm nga hidrocentrali Vau të Dejës po shkarkohen 2000 metra kub ujë në sekond, gjë që ka shkaktuar një përmbytje të re në zonën e Nën Shkodrës. Që nga fillimi i këtij viti, zona fushore e Nën Shkodrës përmbytet për të tretën herë nga rreshtet dhe shkarkimet e hidrocentraleve, gjë që u ka shkaktuar një dëm të madh ekonomik banorëve të kësaj zone. Korrespondenti i Zërit Amerikës Pëllum Sulo përgatiti këtë kronikë. Niveli i shkarkimeve nga hidrocentralet e kaskadës së Lumit Drin është rritur gjatë orëve të para të ditës së sotme, duke përmbytur sipërfaqe të tëra në komunat e Nën Shkodrës. Emergjenca civile njoftojnë për rreth 370 hektar tokë të përmbytura në 7 komuna të Nën Shkodrës, si dhe në disa lagje periferike të bashkisë së Shkodrës. Por situata në terren le të kuptohet për një shtrirje më të madhe të zonës së përmbytur. Kështu vetëm në komunën e Berdicës në mesditë gjendeshin të përmbytura 154 hektar tokë bujqësore. Rezulton që vetëm fshati i Berdicës pra këtu ku do aktualisht, kjo zona këtu në Berg të Drejtit janë rreth 120 hektar tokë bujqësore e mulur me ujë, rreth 52 familje që kanë ujë në prezencë, që janë në prezencë të ujit. Gjatë ditës së sotme hidrocentrali i Vau të Dejës po shkarkon 2000 metër kub ujë në sekond, duke detyruar Lumit Drin dhe Bun të dalin nga shtretëri dhe të shkaktojnë përmbytje në zonën fushore të Nën Shkodrës. Ato zona të ekspansionit siç është zona u Botit dhe një pjesë e Goricës, që janë komunës së Ansmalit, konsiderohet se janë rreth 300 hektar të muluar me ujë. Megjithatë nuk kemi edhe banesa të prekura. Njëkohësisht ka pani ujit edhe në lagjet e periferike të qytetit, në Ajasim dhe Bashallek, por siç thash më parë nuk ka banesa të përmbytura. Nga ana shtabit të emergjencave janë marrë gjitha masat për ofrimin e gjithë shërbimeve publike. Në mesditë, në zonat e përmbytura, ishte dhe zëvendës ministri i Mbrëmshëm Ferdinand Pone, i cili pohoi se në rast përkeqësimit të mëtejshëm të situatës, do të ketë edhe evakuim të popullatës. Të zgjedhjet vendor, komunat, gjithë shërbimet e shtetit janë në super gatishmëri për të qenë së bashku me popullatën. Qytetarët i ftoj të jenë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm dhe t'i binden çdo porosie të erpaseshme të Komisionit e Emergjencave. Dhe nëse do të kemi një rritje të nivelit, evakuimi i popullatës dhe ruajtja e tyre është qëllimi i njerëzve, është qëllimi jon kryesor, siç edhe ka ndodhur më para. Përmbytjet e sotme janë të tretat që nga fillimi i këtij viti në zonën e Nën Shkodrës. Pavarësisht nga rreshtit e ditëve të fundit, ato dëshmojnë për një menaxhim jo të kujdesshëm të rezervave ujore në ujëmbledhësit e kaskadës së Lumit Drin, ku gjenden dhe 3 hidrocentralet më të mëdha të Shqipërisë. Megjithëse për momentin situata nuk duket si ajo muajve janar dhe shkurt, gjendja është e vështirë dhe autoritetet i kanë bërë thirrje popullatës që të jenë në gatishmëri për çdo rast të mëtejshëm. Për Zërin e Amerikës, nga zona e Nën Shkodrës, Pëllum Sulo.